Një bashkim kompanish ndërkombëtare franceze dhe spanjolle ka nënshkruar një kontratë në vlerën rreth 8.8 milion euro për të mbikëqyrur rehabilitimin e linjës hekurullore Vorrha-Nihotit. Projekti financohet dhe mbështetet nga institucione ndërkombëtare dhe zbatohet nga Hekurulla Shqiptare, operatori shtetëror përgjegjës për rrjetin hekurullor në vend. Roli i konsuletit përfshin mbikëqyrjen e plotë të punimeve civile, si dhe të furnizimit dhe instalimit të sistemeve elektromekanike, duke siguruar përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare, respektimin e afateve dhe kontrollin e cilësisë gjatë zbatimit. Kontrata e nënshkruar në shkurtin e 2026 dhe e publikuar së fundmi në sistemin e prokurimeve të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikon një afat deri në gushtin e 2032 në përputhje me natyrën afatgjatë dhe shumëfazshme të projektit. Përzgjedhja është bërë përmes një tenderi të hapur me 2 zarfa dhe parakualifikim që synon të balancojë vlerësimin teknik dhe atë financiar. Linja Vorrha-Nihotit është pjesë e investimeve më të gjëra në sektorin hekurullor shqiptar, me një vlerë totale projekti prej rreth 356 milion eurosh, të bashkëfinancuar nga institucione ndërkombëtare përmes granteve dhe uhave. Projekti përfshin rehabilitimin dhe ndërtimin e rreth 120 kilometrave linjë dhe synon integrimin e Shqipërisë në rrjetin hekurullor europian, TEN-T dhe koridorin pan-europian X. Linja ekzistuese ndërtuar në disa faza nga vitet 1960 deri në 1985 lidh zona urbane përgjatë ultësirës perëndimore dhe kalon deri në kufirin me malin e zi në Han të Hotit. Ajo mbulon disa bashki përgjatë itinerarit dhe prej vitesh ka operuar me kufizime, ndërsa u ndërprej pas dëmtimeve nga tërmeti vitit 2019. Sot Shqipëria është ndër të vetmet vende në rajon që nuk ka në funksion rrjetin hekurullor.